nëse heqim rritjen, do të thënë çfarë do të zvonconte ato si motivues kryesor të sistemit. Ti thua çfarë do na motivonim të shkojmë. Ajo pyetje sikur ka kontekstin që njerëzit jetojnë vetëm se duajnë të bëjnë përfitime, vetëm se duajnë të bëjmë më shumë para, të kenë shtëpinë 5000 metra katrore, të kenë, domethënë, vetëm se duam gjithmonë më shumë. Edhe është e vërtet që këto janë incentivat e kapitalizmit, domethënë në sistemin që ekzistojmë tani, kështu jemi trajnuar që të mendojmë. Por unë them në pikpamje themelore, njerëzit janë social, duan të kenë marrëdhënie të mirë me komshite, me kombe tjerë, duam që të kemi një jetë të shëndetshme, të gëzuar me shokë e shoqe, me familje. Për mua këto gjithmonë kanë qenë gjërat themelore dhe më të rëndësishme në historitë e njerëzimit, edhe pastaj çfarë ndodh është sistemet ekonomike dhe politike vinë edhe na çojnë në drejtime të ndryshme, si thuaç. O jo se këto janë drejtime që njerëzit duhan të shkojnë në zemër. Domethënë, neve të tërë mund të imagjinojmë që punën që po bëjmë tani ose diçka që po bëjmë tani, s'është se po e bëjmë sepse shumë e duam, është pasioni jon më i lartë në botë, shumë gjëra i bëjmë se na thon tjerat të bëjmë se jemi në një sistem. Tani gjëja e mirë këtu është që sistemet politike dhe ekonomike mund të ndryshohen. Kjo na tregon historia. Mund të ketë revolucione, gjëra tjera që mund vinë, asgjë nuk është fix, domethënë asgjë s'është për gjithmonë. Edhe kjo është një gjë tjetër e rëndësishme që i theksojnë libër.